Vetëmi vend që u përfaqësua aty në mënyrën më qesharake, më të padej, ishte Shqipëria. Sepse padrinoja i Shqipërisë, me eksibicionizmin e tij të papërmbajtur, mendoj se në samitin më serioz të planetit mund të shkohet me atletet e basketbollistit. Nuk kam asgjë për atletet, por ato janë për evente sportive, kurse në ata summit, vetëm ai që nuk ka mend, vetëm ai që është torollak, vetëm ai që është i smur dhe nuk kontrollon eksibicionizmin e tij, mund të bëjë një akt të tillë. Ai personalisht mori atë që meritonte, e damkosëm, si shakaxhi, si hokatar dhe servil mediat më të mëdha të botës.